Rikthim bombastik. Gjeneta Fetahu bën paralajmërimin e fundit. A hyn sërish ajo në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova 4? Vetëm pak orë na ndaj nga nisja madhështore e edicionit të 4 të Big Brother VIP Kosova, dhe atmosfera është elektrizuese. Përveç kuriozitetit për banorët e rinj VIP, dyshimet dhe spekulimet tani po bien mbi një fytyrë të njohur. Ish finaliste në edicionit të kaluar, Gjeneta Fetahu. Gjeneta ka përdorur platformën e saj në Instagram, pikërisht atë që i dha famë të madhe, për të nxitur sërish spekulime. Ajo ka publikuar një fotografi në Instastory ku shfaqet moderatori i formatit, Alaudin Hamiti, ndërsa mesazhi që shoqëronte ishte aq i thjeshtë sa që la vend për interpretim të pafund. A jeni gati? 21. Në shikim të parë, ky duket si një postim i zakonshëm i një ish banoreje që mbështet shfaqjen. Por, duke qenë se Gjeneta është një nga emrat më të fortë dhe më të komentuar të edicionit të kaluar, kjo pyetje bën që publiku të shtrojë një pyetje thelbësore. Për çfarë duhet të jemi vërtet gati? A bëhet fjalë vetëm për banorët e rinj, apo për një lëvizje krejtësisht të papritur që përfshin vetë ish finalisten? A do të rikthehet Gjeneta sërish në Big Brother VIP Kosova? Ky paralajmërim i Gjenetës, i fokusuar te ora 21, ngre pyetje të forta për një rikthim të mundshëm. Spekulimet janë të shumta. Rikthim si banore e fshehtë. A është ajo VIP-ja e fundit, e fshehur, që do të trondisë të gjithë banorët dhe publiku me hyrjen e saj të papritur në prajmin e parë? Roli i opinionistes. A ka pranuar Gjeneta një rol tjetër në format, duke u ulur në karrigen e komentueses për të ndarë mendimin e saj si një veterane e Big Brother VIP Kosovës? Mysafire e shtëpisë. Apo ky është një sinjal se ajo do të jetë personi i parë që do të vizitojë banorët e rinj me një mision të veçantë nga vëllai i madh? Përgjigja ndodhet vetëm pak orë larg, por entuziazmi që ka krijuar postimi i Gjenetës e ka rritur në maksimum pritshmërinë për zbulimin e të gjithë mistereve në prajmin e sotëm të Big Brother VIP Kosova 4.